Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka kryer gjithsej 617 kontrolle emergjente para festave të Pashkëve, gjatë të cilëve ka njoftuar se janë asgjësuar 1740 kg ushqime të pasigurta. Sipas njoftimit të agjencisë tek 16 operator, nga kontrollet u konstatua se kërkesat higjienike për sigurinë e ushqimeve dhe kushtet teknike në ambiente ishin të pakënaqshme. Gjatë kontrolleve është konstatuar se 16 operator nuk kanë plotësuar kushtet higjienike për sigurinë e ushqimeve dhe kushtet teknike në objekt. 4 operator nuk kanë kryer kontrollet të detyrueshme shëndetësore të punonjësve të tyre ose kanë pasur kartela shëndetësore të skaduara. Tutje nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë potencuan se 5 nga operatorët nuk ishin të regjistruar si operator të ushqimit dhe 8 u gjetën se kishin produkte të etiketuara në mënyrë jo të duhur. Ndërkaq, për mospërputhjet e konstatuara ndërmjet kategorive të ndryshme të operatorëve ushqimor, siç njoftuan ata, janë nxjerr 44 vendime për eliminimin e tyre. Për vendosje të ushqimeve të pasigurta në treg dhe mospërputhje të përmasave më të mëdha janë shqiptuar 30 gjoba në vlerë prej 25.400 euro në kundërvlerë në denar.